Sfidat që përballen trejt pas përfundimit të studimeve drejt tregut punës ishte në fokus të një konference që u zhvillua në Fakultetin Ekonomik, ku të ftuar ishin menaxheri i zyrës së grupit Bankës Botërore në Shqipëri, Massimiliano Palucci, së bashku me ekipin e tij. Ne jemi këtu me një grup ekonomistësh nga zyra e Bankës Botërore në Tiranë për të prezantuar edicionin më të fundit të raportit të rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor. Ky është një raport që ne e përgatitëm gjatë gjithë muajit dhe që jep një përshkrim të situatës ekonomike të Ballkanit Perëndimor dhe të vendeve të veçanta të rajonit. Ai gjithashtu tregon se ku po shkon ekonomia, cilat janë burimet e stresit dhe tensionit, por dhe cilat janë mundësitë që ekonomia të vazhdojë të rritet në mënyrë më të balancuar. Pra, mundësia për studentët është në thelb të dëgjojnë drejt për drejt përshkrimin dhe analizën e ekonomistave tanë dhe shpresoj që ta zbatojnë atë në studimet e tyre të përditshme. Gjatë këtij takimi u prezantuan gjetjet dhe rekomandimet e raportit të rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor, me fokus në performanca ekonomike në Shqipëri, tregun e punës, inflacionin dhe zhvillimin në sektorin financiar.